Në fshatrat e Bregdetit që i përkasin bashkisë Imar, situata çdo ditë të sheqet dhe pa konflikte, derisa vjen fjala për pronën. Shumë rrallë ndër vite, aty ndodh ndonjë krim, por edhe ai është i lidhur me pronësin. Fshatra Sinivica dhe Shën Vasili janë sot imazhi i qartë i kësaj situate. Banorët e tyre tregojnë peripesit që ndër vite kalojnë për të marrë të drejtën e pronësisë. Shumë prej tyre prej vitesh ende ndyerve të gjykatave, por pa mundur që ta gëzojnë pronën. Banorët thonë se kanë probleme me pronat e trashëguara nga gjyshrit dhe stërgjyshrit, të cilat nuk mund të shfrytëzojnë dot, por sipas tyre nuk mund të shfrytëzojnë as tokat e përfituara me ligjin 7501. Në tokat e tyre, banorët tregojnë se ka mbi vendosje dhe kanë dalë pronar të cilët edhe nuk janë fare nga Imara apo nuk jetojnë në qytetin bregdetar. Unë jam banori i fshatit Shën Vasil, kemi një problem çështjen e pronës, bashkëpronësi, marrë dhe pjesë i certifikatit nga 2013 dhe sot që flasim, e kam bllokuar dhe me vendemi gjigjeve. Domethënë, s'kemi asgjë, vetëm premtime në elektorat. Vetëm në fushat duke na premtuar, ne biem viktim, na mashtrojnë, edhe shpresojmë, jemi vetëm gjigjeve. E kam bllokuar plotësisht. Të ndjekësh gjigjet Saran, Gjirokastër, Vlorë, Tiranë, patjetër që në 2013-2025 i thonë 12 vjet. Ai shpresojmë. Kush do ne jap zgjidhje, urojmë dalë më i mirit, na përkrah, na mbështet që të jemi dhe ne pronar të lishëm te kjo bashkëpunësi. Çka marrë certifikatën? Për tokën që kam, që më ka dhënë legji 7501. Po të ti marrë do më japën ata që mirë me atë punë. Që ta themi kështu të ngjallë atë. Patjetër një ditë do realizohet, po kur zikim na. Kemi si s'kemi kush na jep pronat neve. S'duan. Kemi dhe ande nga pas aferdetit, nuk na jep njeri. As në Kakome, as ande që kemi vendet. Pronat si të gjithë, po nuk i kanë darë akoma, shtë thomu. Problematika e pronave është qetësimi kryesor në Imar. Prej vitesh, pa asnjë zgjidhje konkrete, pavarësisht se shumë dosje janë tashmë në dyert e drejtësisë në pritje të një vendimi në favor të pronarëve të lishëm, të cilët aktualisht nuk mund të investojnë dot as në pronat e tyre.